Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur. Nuk kom pas dëshirë që t'ju takoj, që shoh, aty që të kemi një bashkë
bisedim në pa mundësi për të përgjigjur gjitha kërkesa dhe interesimeve tuaja për intervista me secilin veç e veç, por fillimisht ndjeni që t'ju uroj gjitha festat e fund vitit, edhe festën e vitit të ri, me gjithë mirat për ju e personalisht familje tuaja, pasi që unë edhe nese do të kemë mundësin që ti drejtohem Kuvendit të Republikës së Kosovës me mesazhin drejtuar qytetarëve, mund të them se u jam shumë i njës për punën që e keni bërë, për cilën e vazhdueshme që keni bërë edhe punës e presidentit dhe punës e gjitha institucioneve të vendit, gjithashtu dhe gjitha agendat që kemi pasur si qytetarë, si politikë, si institucione, bashkarisht edhe me ndërkombëtarët. Jam i bindur se pa punën tuaj do të ishte kaq aktive që keni treguar, edhe puna e institucioneve do ishte me zbeth, por ajo që mund të them është se u jam i njësë që të krijuar veç e veç dhe çdo mediumin e Kosovës, qoftë i shkruar apo elektronik, për hapësirat që i keni krijuar për njerëzit e politikës, për barsët e institucioneve, për gjitha nivelet, gjithashtu edhe për mundësinë e debateve që kemi pasur edhe me shoqërinë civile, prandaj mediat kanë qenë, janë dhe do të mbeten faktor kyç i gjitha zhvillimeve qytetërore në Kosovë, zhvillimit dhe kultivimit të demokracisë, një përmirësimit të punës e institucioneve, të rritjes së transparencës së tyre, llogaridhënies. Prandaj mund të them se edhe viti 2017 ka qenë një vit i suksesit për Kosovën, i sukses ky i përbashkët, të cilin e kemi arritur, gjithashtu edhe ballafaqimeve jo edhe të lehta, por që është për të vlerësuar ky vit se si vit i vazhdimit e thellimit të reformave demokratike nga institucionet e vendit, qoftë reformave në ekonomi, gjithashtu edhe në politikë, edhe në legjislacion. Gjithashtu, ne po e përmbyllim këtë vit me numrin e njohjeve 115 për tyre për shtetin tonë, por dhe me antarësimin e Kosovës në disa organizata ndërkombëtare. Ky vit ishte i suksesshëm sepse dhe organizuam 2 zgjedhje të përgjithshme, gjithashtu edhe lokale sapo përmbyllen, me sukses të plot, një proces transparent, zgjedhje fair, të lira, demokratike, por edhe një vit ky vazhdimit të rritjes ekonomike rreth 4%, për të përmbyllur këtë vit me nënshkrimin e djeshëm të marrëveshjes për ndërtimin e termocentralit Kosova Arena mes të qeverisë së Kosovës dhe konsorciumit amerikan kontër global, një investim ky prej 1 miliard e 300 milion euro që do të ndodhin në Kosovë duke filluar nga pranvera vitit e ardhshëm, pranvera vitit 2018 për të punësuar mbi 10.000 qytetarë të Kosovës. Kështu që ajo që mund të them është se Kosova do të hyjë në vitin e ardhshëm me agjendë dhe prioritete të qarta për konsolidimin e brendshëm dhe atë të jashtëm të shtetit. Pa humbur kohë që të mos ju ngarkoj edhe juve me temat që do t'i kemi kaluar bashkarisht, gjithashtu shpresoj se edhe viti i ardhshëm do jetë një vit i punës së përbashkët, i institucioneve, i shoqërisë civile, i mediave, duke respektuar opinionin e qytetarëve që të lëvizur përpara dhe më shpejt drejt perspektivës evropiane. Pra nuk ju ngarkoj shumë me atë që kemi arritur bashkarisht, por do dëshiroj që secilit të keni mundësinë të kemi një bashkëbisedim edhe formë pyetjesh, edhe komentesh, edhe të opinioneve, sugjerimeve, këshillave tuaja. Faleminderit shumë. Veç më prezantu se cili bëni. Kështu bëmë mirë. Bashkëbisedimin është i hapur, valla në një atë Joana Gjuniti, portali Arbloq Info. Zoti President, veteranët e luftës së Kosovës kanë dorëzuar në kuvend peticionin me rreth 16.000 shkrimë përmes të cilit po kërkojnë të them ndryshimin e ligjit për gjykatën speciale. A do ta përkrahani ju si president këtë peticion kur dihet se keni qenë njëri prej iniciatorëve për me u themeluar gjykata speciale, ndërsa kohëve të fundit kemi parë një kundërshtim tuajin
për këtë çështje, ku keni thënë se në një farë forme është impunuar prej ndërkombëtarëve, ku të ndron esenca e këtij sot. Para ajo që dëshiroj të theksoj është se unë nuk jam mediator i themelimit të gjykatës speciale, mediator për themelimin e kësaj gjykate është raporti i Tikmartit. Unë kam qenë bartës i institucioneve në atë kohë apo si kryeministër i vendit e pastaj edhe zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm, dhe kam pasur përgjegjësinë e komunikimit me bashkinë ndërkombëtare, prandaj mbaj atë barë të angazhimit si bartës apo përgjegjës si kryeministër, por edhe si zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm. Unë kam deklaruar edhe atëherë kur është aprovuar se po themelohet e gjykatë të hir për një partneriteti me SBA, NATO dhe Bashkimin Evropian. Kam theksuar gjithashtu se është një padrejti historike që po ndodh, por kemi vepruar. Si presidenti i vendit, por edhe më herët nuk më kanë udhëhequr në angazhime, vendime e bindje asnjë shoqat, asnjë sindikat, asnjë program i ngushtë partijak por interesi i shtetit dhe i shoqërisë. Prandaj, iniciativat e tilla janë të pavarura, pa asnjë ndikim dhe pretendim ndikimi nga institucionet. Parlamenti i Kosovës është ai që ka vendosur për themelin dhe Parlamenti i Kosovës është ai që përgjigjet edhe këtij peticioni. Nuk është ky peticioni i parë që ndodh drejtuar Kuvendit të Republikës së Kosovës, ka pasur peticione edhe më herët të cilat janë drejtuar përmes mekanizmave institucionale. Suti qëndrimi ka që ka qenë mbetet të sot. Po më intereson jo përmend sukseset të ndërkombëtar ndërkombëtar. Megjithatë, Kosova nuk arriti të antarësohet në mbretësh dhe Interpol, ndërsa ka përshkruar një mesazh të negativ edhe te Malezi lidhur me ratifikimin e demarkacionit për kufi. Vlerësoj se është bërë mirë që Kosova ka ndërmarrë hapa për të integruar apo antarësuar në Interpol. Gjithashtu vlerësoj se kjo është një vonesë e panevojshme që ndodh prej komunitetit ndërkombëtar për një mbështetje masive për Kosovën, sido që tjetë ne ishëm në një tranzicion të ndërtimit të institucioneve nga një qeveri në tjetër gjatë kohës së verës dhe vlerësoj se edhe përgjegjësia kërkesës e Kosovës ka ndodhur në momente pavoletshëm dhe ka thënë drejt se presidenti i vendit jam informuar më vonë që përgjigj kërkesa, ndërsa sa përket UNESCO-s, ne jemi duke angazhuar maksimalisht që të kryejmë edhe ato kërkesa shtesë të cilët i kanë bërë shtetet mike, partnere, veçanti për nxjerrjen e ligjit për lirisë fetare sa më shpejt, gjithashtu edhe sa përket strategjisë së trashëgimisë kulturore, prandaj jam i bindur se herën tjetër kur të aplikojmë Kosova do të antarësohet. Për demarkacion, unë personalisht jam duke punuar me kryeparlamentarin Veseli, kryeministrin Haradinaj, gjithashtu edhe me njerëz të tjerë, tash edhe të partive tjera politike, do të marrëm vendimin dhe sugjerimet edhe të opozitës, edhe të shoqërisë civile, që të lëvizim drejt një zgjidhje që do të hapte perspektivë për ratifikim, që do të kuptonte edhe liberalizim të vizave dhe mundësinë se ka ndonjë çështje kontestuese për korrigjim të kësaj vije kufitare. Por ajo që është shumë e rëndësishme që të ndërtojmë një konsensus sa më të madh të institucioneve, të bazave të institucioneve, të qeverisë, të opozitës, shoqërisë civile dhe gjithëve. Është kërkesë e gjithëve që të ndodhë liberalizimi sa më shpejt, dhe të njëjtën kohë kërkohet edhe përgjegjësi për ratifikim. Mundësit janë më të hapura se kurrë dhe disponimi është më i madh se kurrë për kalimin e demarkacionit në një zgjidhje të pranueshme për punën e bërë, por edhe për ide të reja. Kjo varet prej grupeve parlamentare, prej partive politike, prandaj unë mendoj që jam të pavullnet
të mirë, në të po një vullnet pozitiv, një rritje përgjithësisë, që të mos ketë atakime ndaj njëri tjetrit, por që të ketë parafrim të pozicioneve për kalimin e kësaj çështje në Kuvendin e Kosovës. Mendoj se është një disponim i gjithanshëm që gjendë zgjidhjes sa më shpejt është e mundur. Përndryshe, në shtatë shkurt do të dalë strategjia e presidentit Juncker për Ballkanin, për përzërimin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit, perëndimor dhe Kosova duhet të jetë shumë më përgatitur deri në atë kohë. Tek e fundit askush nuk mërzitet për ne nëse ne nuk kryejmë punën tonë. A është ky kriter i drejtë apo i padrejtë, kam theksuar shpesh. Është një kriter i padrejtë që ka vu Kosovës në përja që e kemi tash. Ata nuk ndryshojnë, ne duhet të veprojmë. Signor Presidente, a kemi inkuraju kryeministrin Parlamentit sonë prej Kampiopiton. A kemi inkuraju kryeministrin Radina me respektu vendimin e gjykatës ku e obligon zyrën e kryeministrit të publikojë shpenzimet që i kemi bërë ju gjatë kohës së qenë kryeministër, shpenzimet e dregave dhe gjykatës. Edhe a kemi publiku shpenzimet që i kemi bërë ju për zyrën si presidenti për dregave dhe gjykatës. Unë jam i bindur që gjithçka ka qenë është dhe të mbetet transparente në çdo institucion që kam punuar, edhe në rolin e opozitorit, edhe në ekipin e unitetit, edhe në zyrën e kryeministrit, edhe pastaj në Ministri të Jashtme, zëvendës kryeministër, tash këto president, nuk kemi asgjë për të fshehur, kështu që për gjithçka do jetë në dispozicion të opinionit publik. Edhe ka qenë edhe ashtu edhe sot. Kështu që ju inkurajoj juve që punoni me institucionet dhe mekanizmat përkatës. Unë edhe juve dhe kryeministri krejt dhe ku më inkuroju. Vazhdani. Aleksandar Zdravković, televiziji Kini Čagović. Imam dva pitanja za vas. Prvo se tiče specijalnog suda, odnosno specijalizovanih veća. Vi kažete da je to istorijska nepravda, da osnivanje specijalizovanih veća je istorijska nepravda i da je to urađeno zbog međunarodne zajednice. Istovremeno osnivate, radite na osnivanju komisije za istinu i pomirenje koja se takođe bavi stvarima iz prošlosti. Zbog čega je specijalni sud na Kosovu nepoželjan, a komisija jeste? A drugo pitanje je, takođe rekli ste da će dijalog između Beograda i Prištine na kraju da se završi priznavanjem Kosova od strane Srbije. Da li vi imate neku informaciju od strane Srbije ili Evropske unije ili je to vaša slobodna procena? Përkushtimet e mia edhe më aktual tani si presidenti i Kosovës, si presidenti i gjithë qytetarëve të vendit, sepse unë jam votuar për 2/3 të deputetëve të Kuvendit të Kosovës edhe për partive politike shqiptare dhe jo shqiptare dhe jo më njës për këtë besim, është që ti shërbej të gjithëve, pa dallim etnik, të jenë në shërbim të tyre gjithë hapësirën e territorit të Republikës së Kosovës. Vlerësoj se mirëkuptimi i njerëzve në Kosovë, si vend, si avdhej gjithë qytetarëve të saj, pa dallim etnik, është në interesin e sotëm dhe të tani. Sepse vetëm bashkë mund ndërtojmë një Kosovë të re, një Kosovë shumë etnike, një Kosovë evropiane. Dhe në këtë drejtim mendoj që pajtimi mes njerëzve në Kosovë është një vlerë e jashtëzakonshme. Për diçka që mungon, por nuk do të thotë që nuk mund ta bëjmë. Unë kam japur propozimin për themelimin e Këshillit për pajtim, për të vërtetën dhe pajtimin, sepse vetëm me të vërtetën mund ndodh pajtimi. Dhe vetëm me pajtim ne mund të ndërtojmë një vend stabil, një vend zhvilluar ekonomikisht, dhe një vend të vlerave perëndimore. Një vend që nuk mbeti pengi se kaluarës, por shiko ka ardhmja. Por, Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin nuk e zëvendën sot drejtësi. Përkundrazi, e ndihmon drejtësinë, e ndihmon ndërtimin të një narracioni të përbashkët për të kaluarën tonë. Në asnjëherë thonë të mos shikohemi në raporte armiqësore. Unë folja edhe më herët për këtë themelimit të gjykatës speciale. Kosova ka marrë përgjegjësitë e veta, ka marrë qëndrimin e vet, Kuvendi i Kosovës, spektri politik, institucionet, pra të nuk mund të shamishtu ati pozicione shtetëror. Për dialogun Kosovë-Serbi, gjithashtu dialogu nuk ka alternativë mes Kosovës dhe Serbisë.
Mirë po edhe ky dialog duhet të ketë një kuptim të mirëfill dhe substancial. Unë vlerësoj të arritur të dialogu 5 vjeçar, sepse kemi ndryshuar një realitet të hidhur sidomos me veri të Mitrovicës, duke integruar të gjithë në jetën institucionale dhe shoqërore, duke pranuar kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Mos harroni, kemi organizuar dy përzgjedhje të përgjithshme sipas kushtetutës dhe ligjet të Kosovës. Kemi integruar strukturat e ndryshme në policinë e Kosovës. Kemi integruar të sistemi i drejtësisë në kuadër të kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë e Kosovës. Kemi lëvizje të tjera, kemi doganat policinë në pikat kufitare. E shumë gjëra, po ka ndryshuar edhe vetë realiteti. Ka me vite që nuk kemi incident dhe etnik. Dhe kjo është një mrekulli. Kjo është investim në mirëbesim. Në shqetësit mirë të njerëzve që jetojnë në një lagje, njëri pranë tjetrit. Por edhe në një harmoni etnike në vend. E di se para pak vitesh ka qenë pa imagjinueshme. Por tash dialogu do të hyjë në një fazë të re, fazën përfundimtare. Për normalizim dhe pajtim në shtetin Kosovë dhe Serbisë. Çfarë do të kuptoj kjo? Definitivisht, ose njohje në drejt për drejt nga Serbia për shtetin e Kosovës, se do të përmbyllet me njohje reciproke, ose përmbyllen në këtij procesi me të drejtën e Kosovës që të atërsohet në organizatën e kombëve të bashkuara. Dhe çdo marrëveshje me Serbisë dhe Kosovës, dy shtete sovrane, duhet të jetë pranueshme edhe për Bashkimin Evropian, duhet të jetë pranueshme edhe për Organizatën e Kombëve të Bashkuara dhe për penguesit aktual në Këshillin e Sigurimit që Kosova të mos jetë pjesë e OKB-s. Sepse tek e fundit kjo marrëveshje të i ka lënë interesat, kjo marrëveshje ndërshtetërore të i ka lënë interesat të çdo shteti që mund të ketë drejtën e vetes në OKB. Se vidoni. Imam mikrofon. Dobro večer, predsjedniče Marko Zakić, RTK2. Interesuje me premijer Haradinavić duže vreme govori o uključivanju Sjedinjenih Američkih Država u pregovore između Srbije i Kosova. Juče se i srpski predsjednik Vučić izjasnio da bi on želeo Rusku federaciju ako se Amerika uključi. Kako je vaše lično mišljenje i kakav je vaš stav, pošto se niste o tome izjašnjavali u javnosti? Hvala. Ne kemi deklarime për njerëzve që janë proces, dhe që janë të informuar dhe që japin deklarata të sakta dhe të qarta për procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Kemi edhe deklarime të njerëzve vullnet mirë, por që nuk janë proces dhe nuk ja qëllojnë. Dhe sjellin ngatrrimet të këtij procesi. Do të kemi parasysh, nuk është Kosova viteve 98-99 kur ka qenë dashur të involuar dhe faktorë si në Rambuje. Gjithashtu nuk ka periudha viteve 2005-2008 për statusin politik, kur kanë qenë gjithashtu të involuar të gjithë. Sot jemi vend sovran, jemi vend i pavarur dhe vendimet përfundimtare për përqenësi të mirë me Serbinë i morën vetë ne si Kosovë. Mirë për një adres duhet jetë që e lehtëson dhe udhëheq dialogun. Dhe adres është Bashkimi Evropian. Është Brukseli, ku pretendojmë të jemi antarë. Edhe Kosova si shtet, por dhe Serbia. Kosova dhe në NATO, Serbia nuk ka interes për NATO. Unë edhe në vizitën e fundit, që kam zhvilluar në shtëpinë e Bardh Takimi, që kam zhvilluar me zëvendës presidentin Pence. Kam kërkuar një involvim me të drejtë për drejtë. Dhe është konfirmimi se Shtetet Bashkuara të Amerikës do jenë në proces të involvuar dhe do të jenë mbështetës fuqishëm. Prandaj, duhet kemi parasysh dhe duhet kemi besim në lehtësimin dhe udhëheqjen nga Bashkimi Evropian dhe mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rolin e vetë çfarë e ka në këtë proces. Duhet të theksoj gjithashtu se tërë puna 5 vjeçare dialogut Kosovë-Serbi ka qenë një punë e lehtësuar dhe udhëhequr për Bashkimin Evropian me mbështetje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një gjë duhet kemi të qartë. Kosova nuk është Siri
mu angazhu gjitha akteret ndërkombëtar global. Kosovë çështje evropiane. Dhe e kultivimit e vlerave euroatlantike. Po për Kosovën, siç e konfeksuar edhe takimi me zëvendës presidentin Pence, është jetike për Kosovën që të kemi sigurinë dhe garantinë e suksesit të këtij procesi nga Washingtoni. Ne jemi dy vende sovrane, Kosova dhe Serbia. E mira do ishte që ne merrem me vesh vetë, por nuk është. Është e pamundur. Prandaj ne pretendojmë që të dy vendet jemi pjesë e familjes evropiane, të orientohemi dhe të ndodhë ky proces të rriqet nga zonja Mogherini që është përcaktuar gjithashtu dhe dakordim edhe nga ona e jonë dhe natyrisht unë dua të besoj që pas përmbylljes përfundimtare të këtij procesi, edhe Rusia do ta luajë rolin e vet duke mos vërë vetën në Këshillin e Sigurimit dhe Kosovë do ta ndërtojë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. President Mirbrama, portandaliqi i Radio Televizionit Spanjek. Po ndalemi te çështja e formimit të ushtrisë së Kosovës, një çështje e cila gjatë këtij viti është thënë se duhet të bëhet domosdoshmërisht, madje pati iniciuar ju si president në një nismë një kërkesë të kryeparlamentari Kadri Veseli që të dilet në kuvend të votohet projekt ligjit, bazë të ligjit formimi i ushtrisë, gjë e cila u kundërshtua nga ambasadat vendemike në Kosovë, sidomos nga ajo amerikane. Dhe më pas u zbratësit nga kjo nismë e juaj, duke thënë Kadri Veselit që të leq kërkesën. Në fakt, dua të di tash u përmbyll kjo vit, po në vitin e ardhshëm si pretendoni ta formoni ushtrinë e Kosovës në bazë të ligjit apo në bazë të kushtetutës së Kosovës? Realisht, sikur të mos ishte iniciativa që e kam ndërmarrë, sot askush nuk do të flisë për domosdoshmërinë, nevojën dhe të drejtën e Kosovës për themelimin e forcave armatosura të Kosovës. Ne kishim shansen ideale pajtueshmërinë e plot ndërkombëtare në vitin 2014 për themelimin e forcave armatosura të Kosovës, por ndodhi ajo që ndodhi. Për shkak të zgjedhjeve që ndodhen në atë kohë, kjo çështje u shtyllë dhe interesat ngushta politike. Tash ka ndryshuar rrethanat. Kërkohet që të kryen në disa punë nga ana jonë, të cilat jemi duke kryer në përputhshmëri plot edhe me këshillat e ekspertëve të NATO-s dhe në koordinim edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që më besoj lartë është tash procesi i integrimit edhe më i madh i komunitetit serb dhe jo edhe komunitete tjera jo serbe. Kemi një integrim prej ikon 10%. Vetë personalisht kam marrë pjesë në disa ceremoni që kanë qenë më të vërtetë të mrekullueshme. Sepse ne duam ndërtojmë një ushtri standardeve të NATO-s, ushtri multietnike, që i përgjigjet nevojat të shtetit dhe qytetarëve, por edhe të integruar në NATO. Është fakt që Kosova ka prezencë më të madhe të NATO dhe vendin e sigurt do të mund të themi në Evropë. Dhe ne ushtrin nuk po themelojmë pse jemi të fiksuar nga askush apo pse duam ta sulmojmë dikë, por që kemi të drejtë kushtetuese dhe ligjore. Dhe kjo do të ndodhë. Prandaj jemi në koordinim ngushtë me NATO, edhe me partnerët tjerë tonë strategjik, dhe do t'i plotësojmë edhe të gjëra tjera që kanë mbetur në proces. Mendoj se të gjithë jemi në favor të një përmbyllje të koordinuar, që do ishte një mrekulli, dhe unë kam besim të plot që gjërat janë duke shkuar drejt ndur dhe pjesën e parë të vitit të ardhshëm do të kemi zyrtarizimin e plot dhe koordinuar për themelimin e forcave armatosura të Kosovës. Ku secili pjesëtar i saj do ta ndinë veten mirë që shërben, qoftë shqiptar, serb, malazez apo bosnjak, turk.